me kompleksin memorial të Kosharës, betejës më të lavdishme të Usëkës. Njëra prej betejë më të lavdishme të Usëkës. Njëra prej, po, e vërtet. Pra është beteja e Kosharës është ajo... Betejën frontale, kom fjallë. Po pra. Pra jo e vetmja, një ndër më të lavdishme, por është ajo që ka thyë kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës, dhe ka një histori... Simbolik jatë jashtëzakonshme dhe histori. Simbolik, bravo, faleminderit, ka një simbolik jashtëzakonshme për herë të parë të thyrjes së kufirit mes dy shteteve shqiptare, ose mes Kosovës dhe shtetit amë Shqipërisë. Atje deri tash është bën një investim goxha i mirë, kjo është e vërteta, mirë po që në vitin 2022 ishte miratuar një projekt i ri për 2 milion euro për të përfunduar edhe këtë pjesën e mbetur, por që nga 2022 tas qeveria nuk ka bërë asgjë në... Të manë 2 milion euro ju në pyetje për kompleksin e Kosharës. Edhe 2 milion euro nuk u përfshin në buzet, nuk pa të hapsin kompromisi e... Aty ku kanë ra dy herojt e kombi, Sali Qeka e Gem Ramadani, pra në Koshare, pra për 2 milion euro, e shteti Kosovës ka investu me 10-100 miliona euro në projekte që... Po visni gazetari ka marrë 200-300 euro grant prej zotit Herullas Qekut që dullëm. Po pra, po tash nuk deshta me po krahasime, jo po se mandej është krijon pezm kjo punë. Po flasim për 2 milion euro, një projekt për 2 milion euro, për të shty tutje projektin e memorialit të betejës së Kosharës, thashtë dhe njëherë, një pjesë e mire asaj puneve që është kry deri tash, për kam betë dhe një investim goxha i mirë për të përmbydur këtë projekt, po flasim për 2 milion euro. Këtë qeveri, pra e kishte projektu këtë me 2 milion euro për 3 vjetë në vitin 2022, por s'kishte bërë asgjë në 2022, në 2023, në 2024, në 2025. Shpresuam që në këtë bugjetin që po e sjellin, do i ndanë ato 2 milion euro në 2026, 2027, 2028, fatkeqësisht në bugjet pam diçka shumë të çuditshme. Për 2026 ishim parapat të ndahen 50.000 euro, në 2027 50.000 euro dhe në 2028 asnjë euro. Pra me 100.000 euro të ndara në 50.000 2026, 50.000 2027, ata parashojnë të mbyllet i gjithë projekti i memorialit të betejës Kosharës, një projekt që në 2022 ishte parapat kushton të 2 milion euro, shtoja dhe inflacionin deri tash, po hiç që pa inflacion, 2 milion euro, këshim parapat vetë këtë qeveri për ta përmbyll këtë, dhe tash i ndajnë 50.000 2026, 50.000 2027 dhe mendojnë ta përmbyllin këtë projekt. Pra, është e dhimbshme, se s'po du me qujtë ndryshe, po është e dhimbshme që një prej betejave më të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kjo qeveri vendos t'ia ndaj 50.000 euro tash, 50.000 euro vitin tjetër dhe ta përmbyll me kaq. Pra me 100.000 euro mund të ndërtosh një par shkallë, po jo diçka që pasqyron lavdinë e asaj beteje. Siç të projekteve tjera, amendamenteve që ju jetë marak që nuk u zet kompromis përveç të 21, 22 amendamenteve, njëna prej tyre përveç kësaj Kosharës, cila është që ka qenë shumë jetike dhe rëndësishme që nuk ka zgjedhur kompromis edhe pranim nga qeveria. Një prej më të rëndësishmeve që e vlerësoj unë si deputet është unaza jashtme e qytetit të Prishtinës. Përparim Rama, sekretari i kryeqytetit, ka disa vite që mundohet ta shtyjë këtë. Dhe edhe për shkak të ligjit, po edhe për shkak të fuqisë financiare që ka qeveria qendrore e nuk e ka komuna, Komuna e Prishtinës ka nevojë për përkrahje nga qeveria qendrore, konkretisht nga Ministria e Financave dhe nga Ministria e Infrastrukturës. Gjithë këto vite, pra i mandatin e kaluam, Prishtina nuk e mori përkrahjen e qeverisë qendrore për ta shtyrë tutje këtë projekt. Bile, pa dalë edhe Hekuran Murati me një seancë dhe pat kështu një ofendim projektit. Pra, nuk i duhet, është shumë kosto e lartë, çka duhet ky projekt, ka projekte tjera më të mira, etj. Dhe javën e kaluar del kryeministri Kurti, kur bëhet kryeministër për herë të tretë, dhe në ekspozen e tij, një nga projektet që e përmend thotë, do të ndërtojmë unazën e jashtme të kryeqytetit. Pra, një projekt që i kishin refuzuar kategorikisht për vite të tëra, tash mundohet t'i marrë meritat. Po ja falim me po i mbyllim syt, po bëhemi që askush asnjëherë se ka përmend këtë projekt, për herë të parë i ka rënë mend kryeministit Kurti ky projekt javën e kaluar, në rregull. Po i mbyllim vesh të syt, po bëhemi kështu s'kemi ditë asgjë. Po çka është më e çuditshmja, që 3 ditë më pas, 4 ditë më pas, ministri i Financave buxhetin që sjell për 2026 nuk e përfshin unazën e jashtme të kryeqytetit në buxhet. Pra, paradoks. Kryeministri thotë do e bëjmë unazën e jashtme të kryeqytetit, ministri i tij, që ka emëruar vet i Financave, vjen e sjell një buxhet për vitin 2026, 2027 dhe 2028, që nuk e ka asnjë cent, as nuk ekziston si projekt, asnjë cent të vetëm për 3 vjet e ardhshme për këtë projekt.
është anomali, është e çuditshme, pra pse përmend këtë projekt, kur pastaj nuk i ndan asnjë cent buxhet. Një projekt që kushton rreth 300 milion euro,